treni bulgar ka qenë një nga metodat e aplikuara të farsës elektorale të 11 majit. Pra një nga. Zyra që zoti Këllishi kapi ngjit me qendrën e votimit në komunë në njësinë 5, ishte pamjet me Erion Braçën. Po, dhe me gjithë me drejtoreshën, disa drejtoresha që dilin nga ty, absolutisht ishte një zyrë nga ku fabrikohej treni bulgar. Në Kashar ka kap zoti Balliu një të tillë. Në njësinë 3, një tillë, pra gjithandej ka qenë e instaluar pranë qendrave të votimit, zyra të pa loguara të shtetit elektoral që funksiononin për sistemin e trenit bulgar. Kjo që zoti Himçi kapi një element në një fshat të Peqinit. Pekisht. Çfarë ishte ajo? Se këtu është të turpshme, këtu e kap deputeti faktet, pound, para, lek, dhe më thënë, euro aty, edhe flet votimi, mi po këtu shteti nuk vepron për të jetuar ato, pastaj i zhduk ato prova. Njëta gjë u kap edhe në Dibër. Deputeti drejtuesi politik Xhelal Mziu, së bashku me Rim Spahiu dhe kandidatin tjetër Xhemal Gjungshi, ndaluan një makinë të rilindjes, të kandidatëve të rilindjes, aty u gjetën rreth 4.000 pound, 3.000 euro, rreth 4 milion lek, 3-4.000 litra naft, flet votimi, gjitha ishin për këtë punë. Dini gjëju të ndaluar një rikun? Askund. Këtu në Zyra Braçës në Tiranë 3 ishin drejtoreshat me zë dhe me figurë. Asgjë shteti. Pse? Sepse ka një gjë, Beti. Nuk ka patur betejë me 11 maj mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. E megjithatë, ju po kërkoni rinumërim të votave. Vetëm 30 sekonda. Ka patur një betejë mes Partisë Demokratike dhe opozitës dhe shtetit, i gjithë shteti me gjithë mekanizmat e tij.